Vetëm 2 raste janë paraqitur për keq përdorim të automjeteve zyrtare gjatë fushatës zgjedhore, që arritën në Komisionin Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit, dhe më shumë se gjysma e institucioneve nuk u raportuan automjetet zyrtare. Të 2 raportet janë nën hetim, ndërsa nuk ka penalizim për institucione që nuk raportuan më shumë se 2000 automjete zyrtare. Komisioni Shtetëror ka krijuar një regjistër se sa automjete zyrtare ka në vend, sa janë regjistruar dhe sa institucione nuk i kanë regjistruar ato. Shërbimi i punëve të përgjithshme dhe të përbashkëta i ka shënuar target me ngjyrë të kuqe e verdh, por rregulloria për përdorimin e automjeteve zyrtare nuk parashikon dënim për ata që i keq përdorin automjetet për qëllime partijake. Dhe ky cikël zgjedhor do të kalojë gjithashtu pa gjoba, për abuzime për institucionet në nivel shtetëror dhe vendor që nuk i raportojnë automjetet e tyre zyrtare, me modelin dhe regjistrimin e tyre në Komisionin Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit, sepse as kodi zgjedhor dhe as ligji për parandalimin e konfliktit të interesit nuk parashikojnë sanksione për institucionet e paskurpullta. Komisioni Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit, që nga dita e shpalljes së zgjedhjeve lokale të vitit 2025, ka hapur 2 raste pas raporteve të paraqitura me pretendime për përdorimin e automjeteve zyrtare për nevojat e fushatës zgjedhore. Përpunimi të 2 raporteve është në rjet, sipas të dhënave të regjistrit qendror, gjithsej 1514 institucione ishin të detyruara të dorëzonin të dhëna për automjetet zyrtare, nga të cilat 635 institucione dorëzuan të dhënat për automjetet zyrtare në dispozicion të tyre në Komisionin Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit, ndërsa 879 nuk dorëzuan, thonë nga Komisioni Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit.